jemi në studio, të pak nuk do ketë konflikte të tilla se nuk na duhen lërë qoftë. Aman, se pastaj jemi mësuar në shaka këtu, shaka atje, për shkallëzojnë situatat, rrim të qetë më mirë. Sa e marrin shakan të mirëshën Amerikanët. Sidomos një skena ndërkombëtare, këto shakat nuk i ka shumë qef, gjithsesi. Jemi tek realiteti jonë dhe tek ajo se çfarë ne po përgatisim veten fakt të bë prej kohësh për ndeshjen e shumë pritur Shqipëri-Serbi. Ti do vazhdo të thuash Serbi-Shqipëri sepse luhet andej, po nuk e thua do të parën Serbi. Jo, nuk e di pse. Dhe do të flitet gjatë ditës së sotme pa diskutim, duke nisur nga dita jonë, dhe më pas do të flitet gjatë gjithë kohës edhe në A2 CNN gjatë informacion dhe programeve të ndryshme. Ndeshja do të jetë ditën e nesërme, që kështu emocionet janë të mëdha. Dhe për këtë arsye ne kemi të ftuar në studio zotin Xhevdet Zeka, gazetar dhe zëvendës i klubit për vajza të Egnatias, apo jo? Jemi në rregull? I gjithë klubit e I gjithë klubit, okej. Shumë kënaqësi të të kemi, faleminderit që erdha. Ua thash dhe në fillim, kënaqësi dhe për ju dhe për këtë studio, në të cilën zakonisht te A2 CNN unë kam ardhur. Faleminderit shumë. Dhe do donim ta nisim, do flasim për ndeshjen, por të mund të flasim pak për eksperiencën tënde. Do të nisim nga Trumpi. Një kështu të vogël. Ha më thuaj. Seriozisht e keni se ka kod Trumpi të merret me këto gjëra. Shqipëria është njësoj si të merreni ju me Kuçin, fshatin tim ku kam lindur. Jo, kjo e fundit mund të ndodhë. Pra në mund të themi që në Kuçë duan autobusit, të eci gjërazit të gjithë në vend pa, shoferit a kene emrin ylli nga lufta, nga që donim tribunën gjithmonë. Tani çfarë rëndësie ka kjo batut për Kuçin? Kushëri të merret, as ka kohë të merret me këto Trumpi në kohë paqe, në kohë që kërkon Nobelin edhe s'ja japin. E kërkon dhe s'ja japin. E tha edhe disë. Ju faleminderit për kohë. Do ja japin rrezik për inat, do ja japin kështu për çështje koke pastaj do. Për parantezë, mund të themi pak nga eksperjenca jote e fundit në lidhje me një ndeshje të zhvilluar në Itali? Po, isha me Vllaznin Femra, gocat e Vllaznis, një ekip super kampion në Shqipëri. Por që tani është ndërruar grupi, ka niko të vajzat shqiptare që ishin shumicë dhe që bënin boshtin e skuadrës, bëm një ndeshje me Inter, një skuadrë super e mirë që viti të vidoli Juvi, ata dolën me dytë, po besoj vitin tjetë do jetë. Ndryshimi i parë ishte infrastruktura që kishte ajo skuadrë, përveç San Siros në ndeshje të radha, një 8 fusha futbolli, e tjera, por që u raf Vllaznia e Lazar Matis qiksi shumë, po duhet të them diferencat e zakonshme 7-0. 7-0. Ishin diferencat të jashtëzakonshme, dhe këto diferenca duhet fillojnë tek ligji i sportit. Nëse ne duam me të vërtet përfaqësim dinjitoz në Europë edhe në botë, duhet të mendojmë më shumë për ligjin e sportit vinë sponsor. Një familje që ka harxuar me qindra mijëra euro për të mbajtur Vllaznin Femra, kur vjen puna edhe në Shkodër, pak fusha, ka pak infrastrukturë, po nuk lejon të afrojnë sponsorat. Dhe këtë nuk e kam vetëm për Vllaznin Femra, këtë e kam dhe për Egnatin që është kampione, kam marrë gjithë trofet 3 vjet të fundit, kam dhe për flamurtari, po për gjithë Shqipërinë. Ligji i sportit urgjentisht duhet ripar në funksion siç e ka gjithë bota. Gjëja e parë që duhet shihet. Duhet shihet. Dhe ju faleminderit për këtë mesazh sepse më është vërtet është e rëndësishme, aq më shumë që flasim për futboll vajzash. Nëse ne flasim për të riparit të ligjit të sportit, çfarë do ishte gjëja e parë që duhet vendosej më njëherë? Që ata që të hedhin parat në sportit të marrin një pjesë të tyre mbrapa, jo të gjithën. Okej. Natyrisht reklama ju e dini shumë mirë se jeni besoj të marrë me publikun e tjera, që reklama ta kthen paran mbrapa. Po jo në Shqipëri, kur ligji i sportit çai kushton një biznesmeni nëse ai ka deklaron gjiro apo fitim në shtet 1 milion euro, 2 se në Shqipëri ka shumë që deklarojnë dhe 1 milion e 2 milion, po i jep Egnatias 300.000. Dhe këtë shteti nga fitimi që ka deklaruar je rimburson. Nuk ka asnjë të interesuar kaq. Asnjë lloj koherence, pra tjetë një marrëveshje mes biznesit, të rregullohet dhe shteti të rregullojë që sponsorizuesët të bëhen të interesuar, të bëhen të vetëdijshëm, të duan sportin, po deri dhe sponsorat kompanitë që vinë, s'duhet përmend emra, vinë më shumë edhe për infar humanizmi apo rrjedh miqësor me njëri tjetrin. Po, me kontakte, si shohim në ndryshe. Po jap, por po marr diçka. Çfarë po marr që po jap? Se kjo pastaj rrjedh edhe që nuk mbajmë dot futbollistët këtu, më të mirë të ikin, nuk i vlerësojmë dot, edhe më pas është një zinxhir shumë. Po pra do shikojmë stimujt me aktivizimin e futbollistëve shqiptar, me rritjen e modeleve, me rritjen luftimin dhe ardhjen dhe më shumë të fëmijëve nëpër akademira, sepse do ketë fuqi më shumë buxheti
pavarësisht se federata uniforma dhe to pas jep akademive, por do jemi në një raport tjetër në zhvillimin tërësor të fëmijëve, psikoedukativ dhe sportiv. Do t'i largojmë nga kompjuterat, do t'i largojmë nga jeta sedimentale, do t'i kthejmë jetë fizike e cila përkthehet shteti do ja kursoj ato lek nëpërmjet sëmundjeve apo fizikut apo gjendjes që do të marrin këta fëmijë shumë të mirë në organizëm, duke u marrë me sport. Përfitimet nga sporti. Do bien parat, po që për grip kundër gripit, kundër gjitha sëmundjeve, me miliona euro që hidhen doza ilaçe që bën, mund të investojmë tek sporti. Mund të merren tek sporti, nga aktivizimi me sport ja kursejnë shtetit ato lek. Përveç kryesorja ajo që thatë. Dhe shumë interesante ky këndvështrim juaj, që shpresoj shumë që të merr përbazë të fillojë të ndryshoj, aq më tepër që është futur dhe duhet akoma më tepër si edukat. Okej, ndalemi pak te çështja e ditës. Tani më thuaj ti në radh të parë si individ, jo si gazetar dhe si njeri i sportit. Si e ke ndjerë ti të gjithë këtë? Një rikthim emocionesh ndoshta pas 11 vitesh. Unë kam qenë edhe para 11 vitesh, kam qenë në stadium. Ke qenë, okay. Isha. E njëjta gjë, po tani pak më modern edhe më i qetë, edhe me një vizion më të gjerë, kulturor, qytetar, sentimental, nacionalist, anti. Nga se të vjen kjo? Kjo më vjen sepse realisht në këtë ndeshje do të thënë e vërteta që Serbia vjen me konceptin që është një tokë që shiona na e kanë marrë, që Kosova është zemra e Serbisë, që ne nuk e lëshojmë asnjëherë. Mjaftojnë këto 3 pauzë gjatur më tej, do thoshim që ata me atë ide revashiste që kanë, në fakt janë fashiste, janë pjesa më, për mua pjesa më prapambetur në Europë me nacionalizmin e tërbuar, ka shi një shteti që është në punë e vet, në gjë e vet, dhe mjafton kjo për thënë që të krijon një ndjenjë patriote, një ndjenjë për qenë i bashkuar, një ndjenjë për të shkuar në këtë ndeshje, jo si një ndeshje futbolli, po si një ndeshje lufte, një ndeshje ku do fitojë e vërteta, drejtësia, patriotizmi, se në anë tjetër jemi ne, që jemi në vendin tonë, në tokat tona shqiptarët, që na i kishin marrë me një vendim si që bën Europa, që donte të shkatronte fare Shqipërinë në 1912 dhe janë flasin shqip, këndojnë shqip, qajnë të vdekurit shqip, jetojnë dhe ushqimet tona, e gjitha që janë pjesë integrale e një kombi shqiptar i cili edhe po ta përveç Kosovës duhet këtë sa pjesë të tjera shumë më të gjëra. Ndërkohë duke krahasuar me para 11 vitesh si e gjen veten në kujtime? Para 11 vitesh ndjej shumë më keq për arsye sepse nëse Serbia vazhdon të jetë e tëra e mobilizuar për ta sulmuar apo të ndërruar, se s'ka për ta marrë ndonjëherë Kosovën, ne kemi ngelur vetëm në një idealizëm, patriotizëm vetëm Facebook, vetëm me individ. Shteti i Kosovës dhe shteti shqiptar të dy qeverit shqiptare. Andaj dhe këtej nuk ka një strategji të përbashkët për ta bërë këtë që do të thotë. Nuk luftohet ky shovinizëm serb me idenë e të qenit korrekt, me idenë me protestave që bën të fragmentarizuara. Kjo është kosovarët vetë, shqiptarët e Kosovës, nuk bëjnë ndonjë gjë institucionale dalin të pa marrë me sportin, dalin të vinë në stadium, të veshit 2 bluza të UÇK-je këtu, kur në stadium, niprit e Adem Jasharit kanë pat ngjitur, nuk ishin as me UÇK, as me kapele, për ta ulëritur prapë. Jo, po, të kërkosh të drejtat e Kosovës, duke thyer rregullat e UEFA-s, FIFA-s dhe shteti tjetër. Po, patjetër. Pra, kisha fjalën këtu, të shkojnë të protestojnë pranë OKB-s, pranë në Zvicër, ku janë shqiptarët më të mëdhenj, për të protestuar në mënyrë integrale, në mënyrë të fortë, në mënyrë patriotike, por për të ndikuar pozitivisht në ata që kanë vendimarrjen për njëjën e shtetjeve. Dhe po të them një shembull, për mua është absurde fare. Tani që kalova te rruga aty se kisha parë ndonjëherë, pas aty Ukraina e lirë. Ukraina nuk e njeh Kosovën. Rruga me emrin Ukrainë. Tu është rruga Ukrainë e lirë. 100 herë më mirë Kosova, Shqipëri, rruga, çat duash. Adem Jashari 100 herë, Adem Jashari po Ukraina e lirë. Ne këndojmë Adem Jasharit edhe nuk e qaj, po nuk na njeh, kam parë, e kam thënë një herë, kam parë presidenten e Kosovës që thotë i dham ndihma edhe lavde Zelenskit edhe Ukrainës, por harron të thotë që ata nuk e njohin Kosovën.
nuk e njohin se kanë këto probleme, po njohin Kosovës, i thonë edhe Rusis pasaj, po është e drejta juaj për t'i marrë të zona ruse. Është një, po ti, institucionalisht e kanë fjallën, për te qytetarëve. Qytetarët e duan, po duan orientuar në këto gjëra si kërkohet, si luftot. Kërkohet që në Kosovari i mirë, shqiptari i mirë, të zbatosh, të mbrosh të drejtat e shtetit shqiptar, por me evropianizëm. Jo me skena. Duke ditur se çfarë ndodhi para 11 vitesh, edhe më the që ke qenë para 11 vitesh, apo jo, do kishe shkuar prap duke ditur se çfarë ndodhi? Aty do shkoja. Pra do ta kishe përjetuar, jo, do shkoj nesër patjetër, po flas të njëjtën gjë që përjetua atë ditë, që keni qenë të gjithë në stadium, a do ta kishe përjetuar sërish? Shikoj, nëse do ta doja që ne të merrim 3 pikët, vetëm në këtë aspekt që ata të bëjnë një budallik, që ne të marrim në tavolinë 3 pikët dhe të shkojmë në kubotëror. Ajo ndjesia na bëri me të vërtetë. Ajo ka qenë ndoshta një luftë kështu e bukur për herë të parë shqiptarët pushtuan apo sulmuan një vend se ne s'kemi sulmuar. Pra ju që ishit në stadium me pat kështu. Një luftë, një betejë, me të vërtetë ishte shumë rrezik. Po. Të themi të vërtetë. Lojtarët janë treguar heronj të vërtetë, për të thënë Adem Jashar të vërtetë. Adem Jashar apo Mitsokol apo Selam Musa apo Vojo Kush, çfarë duash, sepse i ndajmë se historia nuk fillon me luftën e Kosovës, fillon në heronj kemi sa duash kanë bërë gjëmën. Skënderbejnë të sigurt. Pra e pat një trimërie jashtëzakonshme, guximi jashtëzakonshëm, sepse ai stadium ishte fare i pasigurt nga ana e UEFA-s dhe FIFA-s, pa mure rrethus, tifozat u futën, dolën me atë që ka vdekur ultrasin atyre. Por ata u treguan me të vërtetë treguan gjën më të mirë që kanë shqiptarët. Në momentin që duhet janë bashkë, janë shumë trima dhe triumfojnë Mos ndoshta kjo e bënte për vetë faktin dhe duke bërë krahasimin edhe tani që ndalemi tek ndeshja e nesërme, sepse ka pasur më shumë lojtar nga shqiptarët e Kosovës? Po, absolutisht po, jeni shumë e saktë. Përveç një gjë tjetër, dhimbja, përdhunimet, vrasjet, e foshnjave. Ishin shumë të fresta për gjithë ata. Ishin një gjak ende, jo si tani, po ishte gjak në kulmin e saj. Dhe atëherë ishte një betejë shumë e madhe. Ishte dhe një grup djemsh edhe talentuar. Edhe shumë talentuar, po shumica ishin 8 kosovar në skuadër që bësh e para. Na njëherë gjithmonë. Ja ku ishte i nxehtë akoma. Gjithmonë njeriu shkon drejt kundërtës, pra kur të ndaluarës. Në momentin që ata ndalojnë kosovarët shikojnë ndeshjet atje, ndalojnë u gjet një mënyrë fare e thjesht, po shumë domethënëse edhe për të treguar që jemi këtu, jemi shqiptar, jemi në trojet tona me një flamur të thjesht i cili i thjesht në moderim, në dizajn, po shumë i madh, i pakufishëm në mesazhet që lëshoj. Dhe në entuziazmin dhe motivin që u dha shqiptarëve jashtë e brënd, që të dukeshin me të vërtet heronj, që të dukeshin që duam këtë vend dhe po t'jetë nevoja ne kështu do jemi të bashkuar luftojmë me çdo lloj fuqie për ta mundur atë. Po tani do prevaloj ky emocion mendon ditën e nesërme apo do jetë pak më i ftohtë? Nesër Serbia është çik më me këm në tokë tani. Fakti që biletat i ka shtit vetë qeveria dhe janë punojës të këtyre institucioneve, të shkollave, institucionet kontrolluara nga shteti që janë të civilizuar jashtë, mund të jenë tifoz, do jenë natyrisht ultra si do bërtasin e do bëjnë, por nuk kanë lidhje me agresivitetin e ultraseve që do të ishin në Beograd. Kjo bën ndeshjen që kjo më shumë them kanë ndikuar ke ata se ke ne, ke futbollistat ke ata. Unë atëherë kam fletë në stadion, nuk fleta në hotelin të kombëtarja jonë apo ku ishin shqiptarët, kam fletë në hotelin ku ishin kombëtarja e Serbisë. Sepse që nëse ka ma gjeti biletën Savicevic, presidenti Federatës Futbollit të Malitzi. Dhe takova një nga futbollistët shumë të mëdhenj të aty se rinë më nëllë Ivanovic, kapiteni Chelsea. E dhe që do bëhet e këshu, mbas ndeshjes, thash si s'fole, i thash se ti je në Angli, ore je në vete, tha, nuk flisja do të se po të veja, familjen time do i kishën therur dhe vrar, tha, ne kuptojmë që u keni të drejt, po ti s'mund ta kuptosh, tha, pjesën radikale, pjesën shoviniste, e ka përdor fjalën shovinist thjesht, shoviniste nacionaliste të serve. Unë, nëse do veja të mbrirëja dhe të thoshja për Shqipërinë, tha, familja ime do të ishte në rrezik të madh. Pra, dhe kjo e thon nga lojtarët më të mirë të Serbisë. Dhe kjo tregon atë që rrezikshmëria atëherë është shumë më e lartë se sa sot. Sot unë me makinë do ikim nga Mërdari, do kalojmë, do ikim bashkë edhe me Tami Konën, edhe me Ervin Bakun, sekretari shoqatës gazetarëve, dhe nuk ndjejmë asnjë presion, asnjë gjë. Unë kam menduar që makinën do ta lënë në Medveq, që është 45 kilometra larg, do marr një taksi deri atje. Qartë. Po ndërkohë, nga ana tjetër, si mendon, do
fiton flamurja apo fiton ekipi, se tashmë ne këtë diferencë nuk e bëjmë kur, se matemi të gjithë dhe merremi shumë me flamurin, me çështjen nacionale, patriotike, etj, po harrojmë më pas që në fush përballën ekipet. Të falenderoj shumë, sepse nuk dija si do ta thoshja këtë gjë vetë dhe më solle. Duhet jemi realist tani. Ti lëm patriotizmin, ta lëm flamurin, dashurinë e kështu, etj. Në fakt, ekipi serb është i mirë, shumë i mirë. Me ne mund të janë pak më mirë, për mos ta egzageruar shumë, apo për mos na thënë njerëzit që juve ishit... Po i mbani krahun. Mundësit janë minimalisht 70-30 për ata. Por, në ndeshjet të tilla, ku motivimi skuadrës shqiptare, është një motivim si që bëhet në derë, Partizani Tirana, Partizani Dinamo e tjera, Vllaznia, këto, motivohet vetë skuadra. Dhe ne prap kemi Kosovar aty. Ne prap kemi shqiptarë që ndjejmë shumë atë dhe mund të ndikojnë shumë pozitivisht. Thash, kjo gjë i bën lojtarit, pjesa e madhe është që zgjidhja taktike që do bëj trajneri, gjendja e sulmit me brojën në krye, dhe pastaj rezultati është se motivimi aty është maksimal. Ne flasim shifra 120, 130 që nuk ka realisht në futboll 120, 130, 100 është maksimalja kur them, por ne flasim që është një motivim që mund të shkojnë 130, mund të bëj gjithçka të mundur, aq më shumë që ne nuk kemi çfarë të humbasim. Ata janë më të rrezikuar për të humbur apo më të ngarkuar, qoftë nga shikombit vet, qoftë nga rezultatit për të ikur në botror. Kështu që kjo gjë të jep mundësira, në futboll nuk fiton gjithmonë më i miri, në futboll nuk fiton gjithmonë skuadra që luan më mirë, por skuadra që ka shfrytëzon, ka me vete fatin, se duhet fat në këtë ndeshje patjetër, por ka me vete një trajner që di të vendos skuadrën mirë, ta vendos shumë mirë skuadrën dhe atë ditë u marr lojtarëve gjithçka që ka në funksion të grupit. Ke besim tek Silvinjo për këtë ndeshje? Për këtë ndeshje kërkoj të kem besim, ose edukoj veten, ose kam bindur veten që do na bëj diçka të mirë, sepse realisht ka treguar që në 2-3 ndeshje më ka zhgënjur, por nuk ka treguar realisht i marrë Shqipërisë atë që ka mundësi. Ka treguar me formacionin, me zgjidhje taktike, me këto ta bëj. Prandaj shpresoj që Silvinjo të ketë bërë një skuadër duke patur parasysh dhe këto motivime. Cili mendon se do të mungojë dhe kush do të jetë emrat e... U mendoj që, mbrojtja është e përfunduar, nuk bëhet fjalë. Edhe ke mes fusha Aslani, Hoxha në sulm. Tani aty problemi është broja, Uzuni... Tani Hoxha do të luaj? Besoj se po, sot. Sepse Hoxha është një ndër më të mirë tashmë gjatë kohëve të fundit, ka luajtur shumë mirë me Dinamon e Zagrebit. Dhe pati dhe thirrje për Arber Hoxhën që duhet ishte më aktiv, duhet ishte qenë në fillim të ndeshjes. Në seanca servitore që ka qenë, nuk është në sekret se edhe mund ta ndjekin se Serbia ka informacion, ka spion sa të duash, e bashkëpunëtor sa të duash. Broja ka qenë te provat, te ekipi parë. Dhe me je për shtypjen, aja është, ato fund fare janë surprize që ka të bërë. Se kjo punë e spionazhit do të tregoj një shumë mirë. Një video analisti, një klubi të Shqipërisë, në Island, te klubi Islandës, për Egnatian kishte çuar 1000 mikrovideo që ata analizuan dhe fituan ndaj nesh. Vërtet. Analist i një klubi të një futbolli shqiptar, emrin s'po ja them për etik time, jo të ti sa e meriton, qoj në Island, që qa lidhje ke, që është 1000 mikrovideo. Natyrisht që bashkëpunëtorët e tij e kritikuan kur e morën vesh, por neve na bëri shumë dëm. Se Islanda e kishte Egnatian Pllumdorës dhe na rrafi kështu për qefin e vet, përveç gabimeve tona pastaj, se edhe ne kemi. Prandaj them që kjo fjalia edhe e Silvinjo do të dilja ke ju që luhet na njëherë tani në fazën parapërgatitore me emrat. Por që mendoj atje ku e ka provuar për të luajtur që nga fillimi. Edhe i duhet një winger me të tilla. I duhet pra sepse i ka munguar Shqipërisë të paktën gjatë ndeshjeve të fundit, i ka munguar sulmi i shpejt, i shkathët, pra kanë qenë shumë të ngurtë në sulm. Po të paktën ka pasur disa minuta dhe broje gjatë këtyre ndeshjeve. Minuta të vogla, po ka pasur minuta me ekipin e tij, me Burnley. Mendon që nesër mund të kemi mbase një rikthim të brojës ose një show të mirë nga broja? Duke qenë malsor, duke qenë sa më afër Kosovës, po duke qenë edhe një futbollist
klasi, një futbollist modern, pavarësisht sepse dëmtimet nuk e kanë lënë të bëj atë. Them se Broja, ose unë të paktën kam një parandjenjë të brendshme që Broja do bëj ndeshje nga më të mirat që ka bërë në jetën e vet nëse do të luajë nesër. Sepse do të bëj, sepse Broja është një mjeshtër dhe në aspektin mbrojtës të kundërshtar, nuk luan vetëm në sulm, ka një si gjithë tjerë, po nuk mund të nënveçohet manajt. Jo dini çfarë grinte, çfarë futbollisti ka dhe çfarë rezultate ka. Nuk mund të nënveçohet as Uzuni. Ne kemi tani, por mendoj që rezultatet e fundit të Dakut në Rusi janë të jashtëzakonshme, janë të një nivelit të një futbollistit të kalibrit edhe tip Zhegrove edhe më shumë se aq, sepse Rusia nuk e do fare Dakun, edhe dënojnë dhe për nacionalistë dhe për kështu, por të paktën për futbolliste kanë lëvduar shumë në këtë sezon, në fillim sezoni, ka marrë trofet të ndeshjes, gola pa fund, driblime pa fund, kështu që është një çik betejë ashpër aty, po besoj me këto që kam parë në stërvitje këto ditë që Broja do jetë formacion. Julian Sheu apo Ylber Ramadani, sipas teje? Kush është më i mirë? E vërteta është edhe nga minutat edhe nga performanca. Ylberin e kam mik shumë mik. Nga Partizani, një lidhje ngushtë, një kështu. Po Juliani ka treguar super lojtar. Ka treguar një vizion të jashtëzakonshëm. Në ç'kuptim, në luftarak dhe në fuqi është Ylberi. Po në fuqi, në shtatlartësi, në teknik, në pasin e gjatë, pasin e shkurtër, është Julian dhe ky është shumë i mirë. Pra ti mendon që Julian Sheu e meriton nesër që të jetë për mua e meriton. Por për forcë fizike thash, nëse ai do vënë në forcë fizike dhe në përplasje, në forcë fizike edhe në përvojë, edhe në eksperiencë pastaj janë sa tregues që i ka më tepër, por Juliani meriton formacionin për atë që prodhon në fushë. Për saksin pasim, për topin e gjatë, për mbyllimin e zonave, për që një gjash modern, një gjash tip Pusket super modern është ati për para. Bile në njerë Ignatia ka një super tjetër Aleksin, por që se ka përvuar kontaren, Juliani është ashtu si që është dhe Kryeziu, një kosovar tjetër i cili lua me ne, po që për arsye dëmtimi prap. Pra, shkur që unë jam për Julianin tjetë nesë. Për t'i dhënë qik... E more një përgjigje. Agresivitet sulmit, për t'i dhënë sulmit qik support. Edhe pak vizion. Ndërkohë si do jeti që do dilë të kjo ndeshje dhe si profesionist si do dalë? Jo, unë në të dyja them që, do me thënë, e parafare na duhet fitoria. Në qoftë se ne na fitoria nuk e marrim, nuk shkojmë më na. Mbyllet ëndra për të shkuar në një botror. Pra, edhe barazimin eve nuk është se na motivon. Duam pastaj që një ekip tjetër, përveç Anglis, Andorra ose Ledonia të rafin Serbin. Po, që nuk ndodh. Është çike shansi shumë i vogël. Ky shansi është vetëm fitore. Tani, si profesionist për të folë shumë, edhe një barazim do jetë një mrekulli për ne. Të paktën thash për këtë pjesën mbrapa të flamurit, patriotizmit, për kësaj. Do na duaj, nuk na duhet lojë bukur, sot absolutisht na duhet lojë bukur. Sot na duhet nesër, më falni, se thash. Nesër masdite neve na duhet që skuadrat mirë vendose qoftë edhe një autobus alla Inter me Bayern, me Barcelona, me Bayern, atje të rrinte edhe të shkojnë të bëj golje, sepse dali vetëm një herë autobusi. Një nga futbollistat më të mirë të Vllaznisë që shkoi të luajti edhe në Turqi është Megidoçi. Po. Kur dha interes para ndeshjes, i thash, cila do ishte më e rëndësishme sot, vendosja autobus apo do të luani siç luan Vllaznia, se kjo Vllaznia femrave luan vetëm në sulm, më keq se Vllaznia meshkujve. Se Megi është pa edhe si golshënuesja më e mirë, për ka marrë. Ka bërë gola edhe më thot që ne do luajmë, s'kemi përvojë, kemi luajtur me Realin, kemi luajtur me Lyonin, dhe ka luajtur shumë mirë me Realin, me Lyonin, me këto dhe 3 gola kemi marrë atë për jashtë Chelsea dhe nuk vemi për autobus. Unë i thash, ndeshja nuk është më në stadium me bar, është një stadium me bar artificial. Unë do doja më mirë një autobus se sa një lojë të bukur sot. Sa një lojë të bukur. Nuk na ndodhi ashtu, ndodhi që ato ishin. Portierja ishte 1,90 e ca, më e madhe se Courtois. Po kishë 2 lojtare që Inter i parë nuk i ka. Një 8 meç organizatore, kështu tip 6. Çfarë se ka që të themi te kontarja. Dhe nëse do kemi rastin për të bërë një gol edhe për të barazuar, kush do ta bënte? Ja këtu do them, ne do të them duke thënë kjo fitoria, gjithsesi ne do ngelim te kjo.
Broja është i jashtëzakonshëm në sprintin. Skuadrat i rrinë para që sulmojnë. Dhe kur kombëtarja mirë menaxhohet me Julianin apo pa Julianin, po me gjithçka në mbrojtje. Dhe unë shpresoj që Broja kam dëshirë, nuk e di, dëshirë të brendshme fare, natyrisht edhe Aslani, se janë dy që i kam xhan, po Broja do të na bëjë të gëzojmë, të lumturojmë, të festojmë dhe duhet ta bëj sepse ka klasin, ka mundësinë. Serbia vjen me disa futbollistë të ri, disa janë larguar. Ka mungesa dhe Serbia. Po është problem kur futen këta rezervat, se duan të zënë vendin, duan marketing, se është marketing, kjo ndeshje është marketing i madh. Për te rrezikshmërisë së jashtëzakonshme që ka. Se serbët bëjnë për shembull tmerr që kapën një shqiptar me flamuje, bluza në kufi. Edhe mbushën medjen ata, ja, nacionalistë shqiptar, ja, kështu bëhet. Përveç asaj, ky rrezikshmëri e lartë është dhe në fush, realisht është dhe në fush. Është dhe në fush në aspekt me rezultatin teknik që pritet të marrë kombëtarja jonë. Ne jemi të dënuar për fitore, të dënuar që të fitojmë. Ndryshe, nuk do bëhet nami, se 24 skuadra, 28 skuadra shkojnë në botë nga 300, por që humbasim çdo lloj shpresë të shqiptarëve. Dhe shqiptarët duan, siç është në derb, nuk u intereson kampionati, Partizani Tiranës tyre, u intereson të fitojnë Partizani me Tiranën, Tirana me Partizanin. Me derbin. Edhe aty, nuk intereson njeriu do vejmë botror apo jo, intereson që kjo ndeshje të dalë mirë edhe për tifozat, edhe për fansat, edhe për atë dheun. Edhe për backgroundin historik që ka. Po, dhe në këtë rast e thash, finale është dhe për atë dheun. Ata thonë në shtoka jonë, edhe mi jemi në vëndin tonë, në lini. Ata thonë në mënyrë shoviniste, nacionaliste të tërbuar, serbiste, fshatareske. Ne jemi dërguar Europian me Serbin, dhe në Tiranë dhe në Elbasan. Jemi dërguar qytetarë Europian që dim të festojmë, dim të respektojmë, dim të luftojmë kur vjen momenti bëhemi trima, sësë adje pavarësisht se nuk kemi sulmuar asnjë shtet. Ne jemi në mbyllje tashmë, një rezultat vetëm na duhet edhe ta mbyllim intervistën. Një rezultat në mendjen tënde. 1-0. 1-0 për Shqipërinë. për Shqipërinë. Sigurisht. 1-0 për Shqipërinë, e ashtu qoftë dhe shpresojmë shumë që të kemi këtë fat. Faleminderit shumë që ishte. Ne kaluar me si ka goca e sportit. Amiku. S'ka gjë. Medean e gjetëm. E gjetët, po? Po ti që ke kështu burim parë. Të dy, e tha jo e para, e tha do. Faleminderit. Edhe për nivelin e pyetjeve apo dhe reagimin. Tregon që edhe në sport nuk jenë Faleminderit shumë. Jo, edhe ju. Unë e dua shumë futboll dhe më pëlqen shumë tash më tepër thash kur luan kombëtare pastaj është tjetër lloj niveli. Por në këtë rast jemi më shumë empatik se sa mund ta kishim menduar. Do doja shumë që të kishim edhe herë tjetër në studio, sa herë që ju të keni. Faleminderit për këtë mëngjes shumë të bukur. Faleminderit. Faleminderit, takohemi me ndonjë. Ose takohemi edhe virtualisht se ndoshta. Faleminderit. Ja sa t'japim reklama dhe mund të lëviz.